Ngushtisa e Hormuzit, një nga arteriet më të rëndësishme të transportit global të naftës, mbetet e hapur për qarkullim detar, por me kushte të reja të vendosura nga Irani. Në një deklaratë zyrtare, autoritetet në Teheran bën të ditur se të gjitha anijet që nuk kanë lidhje me Izraelin, Shtetet e Bashkuara apo aktor të tretë të lidhur me këto vende do të lejohen të kalojnë pa pengesa. Sipas deklaratës, çdo masë kufizuese apo kërcënim për bllokim është i drejtuar vetëm ndaj atyre që Irani konsideron si agresor. Teherani nënvizon se rruga kryesore për transportin e naftës do të vijojë të jetë funksionale për të gjitha anijet që nuk përfshihen në këtë kategori, duke synuar të shmang ndikim në tregjet ndërkombëtare të energjisë. Megjithatë, autoritetet iraniane kanë theksuar se kalimi në përngushtitës nuk do të jetë i pakushtëzuar. Çdo anije do të duhet të koordinojë paraprakisht me institucionet përkatëse vendase në një përpjekje për të rritur kontrollin dhe sigurinë në pikën kyçe strategjike. Deklarata vjen në një kontekst të tensionuar rajonal, ku përplasjet mes Iranit dhe Izraelit të mbështetura edhe nga përfshirja e Shteteve të Bashkuara kanë rritur pasigurinë. Të dhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane theksoi se vendi nuk do të pranojë me një cikël të përsëritur konfliktesh, negociatash dhe armëpushimesh të përkohshme. Duke ju referuar zhvillimeve të fundit, ai përmendi edhe për shkallëzimin e muajit qershor dhe luftën 12 ditore mes Iranit dhe Izraelit, gjatë së cilës SBA-ja ndërmori sulme ndaj disa objekteve bërthamore dhe ushtarake iraniane. Sipas tij, edhe pse në atë kohë kërkua përfundimi i konfliktit nga aleatët perëndimor dhe kjo u pranua nga Irani, situata degeneroi sërish një valë të re bombardimesh. Në këtë sfond, qëndrimi i Teheranit për ngushticën e Hormuzit shihet si një mesazh i qartë politik dhe strategjik që synon të ndajë palët jo agresore nga ato që konsiderohen kundërshtare, duke ruajtur një kohësisht kontrollin mbi një nga nyjet më të rëndësishme të ekonomisë globale.